Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin e Kosovës. Sot mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian në Tiranë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka ndarë në platformën X një foto të përbashkët me disa prej liderëve që marrin pjesë në këtë samit. Kosovën po e përfaqëson presidentja Vjosa Osmani. Von der Leyen shkruan se fakti që takimi mbahet për herë të parë në Ballkanin Perëndimor është simbol i fuqishëm. Mbrëm në Tiranë është mbajtur një darkë jo formale mes liderëve të BE-s dhe krerëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor. E nesër për të 17-ën herë do të mblidhen deputetët e Kuvendit të Kosovës në përpjekje për ta konstituar Kuvendin. Derisa në disa seanca rresht, kandidatja e vetëvendosjes për krye parlamentare, Albulena Gjiu, nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme, ka qenë vetëvendosje e cila në seancat e fundit ka propozuar votim të shet. Por partitë opozitare po e kundërshtojnë ndryshimin e formës së votimit në mes të procedurës. Nga ana tjetër, vetëvendosje këtë gjë po e quan vlerë demokratike. Ndërkohë në kërkim të zgjidhjes për ta zhbllokuar situatën, presidentja Vjosa Osmani takoi dje udhëheqësit e partive politike. Në deklarimin e saj pas takimit me 4 liderët e partive politike, Albin Kurtin, Memli Krasniqin, Lumir Abdigjikun dhe Ramush Haradinajn, presidentja Osmani theksoi se ky është vetëm hapi i parë në një seri konsultimesh që do të vazhdojnë edhe në formatet e tjera, përfshir takime individuale me lider politik nëse kjo shihet e nevojshme. Osmani tutje tha se nuk e ka problem që blokadën në kuvend ta dërgojë në gjykatën kushtetuese, por tha se një gjë të tillë do ta shqyrtoj vetëm nëse procesi zvarritet, edhe më shumë për çka tha se ka diskutuar edhe në takimin e sotëm me liderët. Janë bërë 26 vjet ku më 16 maj të vitit 99 në rrethana ende të pandriquara është zhdukur veprimtari Ukshin Hoti. Për aktivitetin e tij atdhetar ishte arrestuar disa herë nga regjimi serb. Për herë të fundit ishte arrestuar në vitin 1994 nga policia serbe me akuzën e ushtrimit të veprimtarisë armiqësore kundër Jugosllavisë dhe për pjesëmarrjen e tij në lëvizjen për Republikën e Kosovës, me që rast ishte dënuar me 5 vjet burg. E në kohën kur kryeqyteti është mbuluar nga mbeturinat, komunarët e ndërmarrja, pastrimi nuk po ndalin akuzat ndaj njëra tjetrës. Njohës të fushës së asamblesë në kryeqytet thonë se e gjithë kjo situatë është krijuar si pasojë e inateve politike mes qeverisjes komunale të LDK-s dhe funksionarëve të PDK-s. Në këtë situatë është kërkuar që të nisin hetimet. Kryeqyteti është mbushur me mbeturina e kundërmimi i tyre nuk po mjafton që t'i mobilizoj komunarët dhe kompaninë regionale pastrimi për të gjetur një zgjidhje për to. Përplasjet mes dy palëve kanë qenë të vazhdueshme, teksa komuna po insiston që të angazhojë operator privat për pastrimin e qytetit. Si rrjelloi Brëlloku po vazhdon të mbuloj komunën e i pari saj përparim Rama po e akuzon ndërmarrjen pastrimi për sabotim. Mirë po nga kompania thonë se Rama duhet të ndihmoj financiarisht në vend se ta përdor situatën për të bërë politik. Njohës të qeverisjes lokale flasin për një zinxhir institucionale e menaxherial të dështuar. Situata me mbeturinat në Prishtinë është mjaft shqetësuese dhe tashmë mbeturinat në komunën e Prishtinës janë simbol i një sistemi që nuk funksionon. Edhe qëndrimi i kryetarit të Rama, i cili flet për sabotim nga komuna e pastrimit, më duket se ka politizuar edhe më tej këtë çështje. Sipas Institutit GAP, me rastin duhet të merret edhe prokuroria. Në lidhje me zhvillimet në Prishtinë, prokuroria sot do të duhet t'i thirrte në intervistim të dy palët, udhëheqësit e Prishtinës dhe ata të KRM pastrimi, nga se pohimet ose aludimet e zotrit Rama janë serioze. Në arsyetimin se gjendja me menaxhimin e mbeturinave nuk ishte përmirësuar, përparim Rama një vit më parë kishte shkarkuar Ilirik Musliun e PDK-s nga detyra e drejtorit të shërbimeve publike. Teksa situata me mbeturinat nuk është përmirësuar as sot, Musliu ngre kritika ndaj komunarëve. Përgjithësia është direkt te kryetari Rama, i cili mendoj që nuk është shkencë kjo, as nuk do ndaj studim fizibiliteti. Kjo don 30 minuta, një orë diskutim me ndërmarrjen e cila është ndërmarrje e komunës.
e akuza se inatet politike mes qeverisjes komunale të LDK-s dhe funksionarëve të PDK-s po e rëndojnë situatën me mbeturinat, ka ngritur edhe opozita në Prishtinë. Ka inate politike, ka interesa ekonomike, të dyjat bashkë janë ato që kanë shkaktuar gjendjen. Ne e dim që nuk ka pasur probleme të tilla sa ishin bashkë në koalicion, PDK dhe LDK. Zyrtar komunal të LDK-s e udhëheqës të ndërmarrjes pastrimit, të cilët janë ish funksionar të PDK-s, kanë akuzuar po ashtu njëri tjetrin se po bllokojnë kryeqytetin për shkaqe politike. Është komplet tendencioze politike, qëllimkeqe, po mas shumë të fatkesisht po pëson qytetari i kryeqytetit. Ai po bën politika, ajo është jemën politik, nuk jemone, edhe nuk ka bazë ligjore. Me arsyetimin se kompania pastrimi nuk ka kapacitet të operojë vetme në menaxhimin e mbeturinave, Përpajrim Rama po insiston në kontraktimin e 5 operatorëve tjerë privat. Megjithatë, nga kompania pastrimi kanë akuzuar Ramën se po shpall tender të jashtëligjshëm për ta privatizuar këtë shërbim. Dhe në fund, për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndihni dhe pëlqeni në Facebook, RTK, Instagram, RTK, YouTube, RTK dhe TikTok, RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Ju falenderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.